Atmosferë pozitive mbretëronte sot në ambientet e vllazënimit. Kryetari i klubit Shkelzen Gashi, së bashku me anëtarët e rinj të bordit, pranojnë se klubin e pret një punë e madhe drejt rrimëkëmbjes së plot. Me kena një ekip të ri shumë, janë djemë të ri, por në ligën e parë të Kosovës është pak vështirë, vllazënimi duhet me shku ku ka vendin atje në ligën e Superligën e Kosovës. E na do të mundohem tash prej fillimit, do të shkojmë ka dal edhe do ta bëjmë një ekip shumë të mirë. Gashi premton se lojtarët do të paguhen rregullisht dhe se synimet janë që të futen në Superligë. Me qenë se ka një rrogë ja kena dhënë direkt, tash do të vazhdojmë javën tjetër do të marrin edhe rrogat e tjera. Na arrim ne me hinë në Superligë. Në vitin tjetër me konë si mundë me hinë në Superligë, edhe me vazhdu matutje në Superligë, në qoftë se him në Evropë, atër ka fjalë tjera. Nën kryetari i klubit Muhamet Alia premton se do punojnë që klubi të shkojë para. Kemi hi me një qëllim mirë në Gjakovë. Gjakova jeton me vllazënimin. Jem një grup donatorësh që dojmë çu Gjakovën përpara. Të ardhmen dojna me punu më shumë së bashku. E që vllazënimi është fut në një fazë të re, e pohan edhe trajneri i këtij klubit. Kjo po edhe në ndeshjen e fundit kundër Trepçës, ku lojtarët fal këtij organizimi dhe atmosferës që shkrijoi në klub, vullneti i lojtarëve për të luajtur futboll natyrisht është shumë i madh. Edhe do të jetë padyshim që do të jetë shumë e lehtë ta shëtutje. Kemi një skuadër krejtësisht të re, edhe në mosha mësatare 21.4 vjeç e skuadrës, dhe tregon që skuadra ka nevojë pak për t'u pjek. Mirë po, vllazënimi është vllazënim dhe padyshim që ambicet e klubit janë që sa më shpejt të rikthehen në Superligën e Kosovës. Ndërsa nëse ekziston akoma dëshira e trajnerit Klaus Top Müller për inkuadrimin në klubin e vllazënimit, Gashi thotë se janë akoma në fazën e bisedimeve.